Unë diçka duhet t'ju pyes në lidhje me këtë skem të re të ndarjes së bonuseve. Unë po e quaj kështu, se nuk është, po e themi, ajo rritje është për disa kategori dhe ndoshta jo aq shumë rritje për kategori tjera në 2 vitet e para. Pra, ato shtesat që do jenë në vitin 2026, 2027, 2 fishohet, 3 fishohet e tjerë. Si të duket? Dhe që shtesa do të nisë nga 1.800 që është me larta për pensionin urban plot pleqërisë, edhe deri tek 600 lekë apo 6.000 lekë të vjetra për pensionin invaliditetit. Përsa i përket kësaj skeme që është propaganduar. Po, shumë është folur e deri tjerë propaganduar. Ne kemi bërë dhe llogari dhe mund t'i bëjmë patjetër që po të shikojmë ne kemi të paktën janë këto 2 vitet e fundit që çështja e pensioneve është shprekur ndoshta më shumë se sa duhet shprekur. Është konsumuar dhe fuqi mendore njerëzore shumë më shumë se sa duhet sharxuar, në fakt. Dhe akoma nuk kemi bërë ndonjë ndryshim thelbësor. Përsa i përket kësaj që do 2 fishohet, do 3 fishohet, çdo vit bëhet një program që është buxheti. Dhe sipas mundësive do të rishikohet. Jam i bindur që gjithmonë do të ketë. Por në radhë parë është ai që në indeksimi është i detyrueshëm. Po, dhe do të jetë, do të bëhet. Dhe do të jetë. Dhe përsa i përket kësaj rritjes, dhe kjo do të jetë me përqindje, dhe nuk mund të jetë në formën e një shume fikses. Por ato që janë si shuma, ato janë të mesatarizuara. Që do të thotë? Që do të thotë që në qoftë se do të rritet 2%, sepse po ta shikojmë, ato që janë propozuar vjen aty që sa të kompensojnë bonusin që jepet në fund vitit. Në fund vitit. Dhe ky bonus të shpërndahet në mënyrë proporcionale gjatë gjithë muajit, domethënë nga pak çdo muaj. Nga pak çdo muaj. Dhe kjo është më së drejtë. Sepse pensionisti ka nevojë ta pijë një kafe ditë për ditë. Sepse edhe po të them edhe diçka kështu se jam shumë interesuar. Po patjetër. Kur pensionistët marrin bonusin në fundin e vitit, nuk u del ai bonusi për të marrë çokoladë edhe ndonjë dhuratë një për veten besë. Sepse aq është bonusi. Kështu që më mirë të mos u thuhet se sa të thuhet ndonjëherë. Sepse ndodhen edhe ata në vështirësi që nuk u japin dot ndonjë dhuratë atyre. Po. Pra duhet të gjetet një formë që gjithmonë të rritet në fillim të vitit dhe në fund vitit vazhdojnë siç janë rregullat dhe duhet të futemi në ca rregulla bazë apo në rregulla strikt. Bonusi po të ishte ashtu, mirë do të ishte që më mirë të thuash një pensioni 13, por i përshkallëzuar në fiks. Na kaq deri kaq edhe. Pra kjo skemë re paga shumë mund përkthehet një pension i 13 ose bonus, por i ndarë në çdo muaj. Megjithatë, diçka ne kemi vërejtur, sepse llogarit bën shumë thjesht edhe ne i kemi bërë. Ata që kanë pensione, po e themi, më të mira, shtesa e përmuajshme, edhe kur 2 fishohet dhe kur 3 fishohet, është më e madhe. Dhe ka disa kategori mbi gjithë ajo me 18.000 lekë apo 1.800 lekë që ka vërtet përfitim, po të bësh llogarinë krahasuar me tani, Dhe më pas pensionet e invaliditetit që janë më të ulta, pensioni familjar, kjo shtesë, kjo ndarje çdo muajshme është shumë e vogël. Për shembull me 6.000 lekë të vjetra në muaj tek pensioni invaliditetit, në 2 vitet e para nuk arrin dot as këtë bonusin e fund vitit. Që do të thotë, paga shumë do të marrin më shumë ata që marrin diçka më shumë dhe marrin më pak ata që marrin dhe momentalisht më pak. Ne kemi një gjë të keqe, një diçka që ne dëmton, e ka dëmtuar skemën dhe e ka përshkallëzuar apo i ka dhënë hapësira shumë të mëdha që ne nuk kemi përcaktuar mirë pensionin, që unë vetë jam kundra pensionit social, kam qenë gjithmonë kundra pensionit social. Pensioni social në kushtet tona nuk mund të jepet në skemën e sigurimeve shoqërore. Ai që nuk kanë kontribuar as edhe një lek nuk mund të jetë pjesë e kësaj skeme. Ndoshta shteti, qeveria mund të gjejë në mënyrë tjetër, sepse qeveria, përsa i përket pensionit social, trajtimi atyre që nuk kanë pasur as edhe një mundësi, mund të ishte në një skemë të veçantë siç janë ndihmat ekonomike apo përkrahjet sociale. E kuptoj. Me qëllim që skemën e pensioneve ta kishim shumë të pastër. Dhe duke patur të pastër edhe konkluzionet, edhe të drejtat dhe detyrimet që janë në këtë skemë do të ishin më të qarta, më të plota, më të sakta dhe analizat mund bëshin shumë më të mira.